Udhëheqës politik të institucioneve dhe partive politike të Kosovës thanë sot se vendi po përballet me sfida në periudhën e rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare. Gjatë punimeve të Kuvendit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ata bën thirrje për ruajtjen e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Ramush Haradinaj u rizgjodh kryetari i kësaj partie, në cilën sot është antarësuar edhe publicisti i njohur Blerim Shala, ndërsa ish-zëvendës shefi Urmiku Steven Shuk ka marrë postin e këshilltarit politik. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje Besim Abazi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu bëri thirrje sot për bashkëpunim ndërmjet pozitës dhe opozitës për përballjen me sfidat që shfaqen para vendit. Ai bëri këto komente duke përshëndetur Kuvendin Zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Presidenti Sidiu tha se vendi është dhe duhet jetë i hapur për partneritet me Bashkimin Evropian. Është shumë sfidë e veçantë çështja e vendosjes sa më suksesshme, të shpejtë, të pa ekivoke dhe të pa hile të udhëheqësit i Kosovës. E kemi bërë thirrje, por e kemi bërë pikërisht bazë të asaj që kemi marrë vesh në një proces të gjatë negociator, në një proces të vështirë, në një proces që kemi dhënë koncesionet shumëta si Kosovë në ecjen dhe në shëndoshmërinë tonë dhe zotimin tonë se do të zbatojmë ato politika të parazvlerës me kualitetet dhe standardet europiane, të cilat edhe realisht i kemi ka përcyer. Por po ashtu do të jemi gjithmonë kundër çdo çështjeje që ka për qëllim të shkojnë procese retrograde. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se kjo parti do të angazhohet për zhvillimin e vendit dhe vendosjen e sundimit të ligjit dhe Kosova do të përgatitet për përballuar sfidat e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përposhtë qeverisjes efektive, kjo përgatitje nënkupton edhe ndërtimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ne partneritetin e shohim si pjesëmarrje në të gjitha proceset për dhe rreth Kosovës, pjesëmarrje në ndarjen e barës, por dhe të meritave. Qytetarët e Kosovës i ndjejnë dhe i njohin problemet në të cilat po kalon Kosova. Këto probleme nuk të i kalohen pa vizion dhe dedikim. Ne e kemi këtë. Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës së dy bashkua publicisti i njohur Blerim Shala, i cili në fjalën e tij tha se kjo është zgjedhja e tij për të ndihmuar ndërtimin e shtetit të Kosovës. Nuk ka detyrë më të rëndësishme, nuk ka thirrje më të veçantë se sa të jesh në shërbim të atë dhëut dhe të shtetit tënd. Jemi bërë shtet me 17 shkurt të këtij viti, por puna nuk është kryer. Ne, kosovarët, po hetojmë që realiteti i këtij shteti është larg ëndrave, dëshirave dhe synimeve tona. Këtë po e kuptojmë gjithnjë më shumë. Këtë po e vërejmë për ditë më tepër, ne, shtetasit e Kosovës. Shteti i Kosovës është sot i rrezikuar ende pa e bërë një vit të plotë të ekzistencës së tij. Shteti i Kosovës është i kërcënuar në themelët e tij. Ish-zëvendës shefi misionit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë Steven Shuk ka pranuar ftesën të jetë këshilltari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë kohë që ai quajti mjaft të vështira për vendin. These are very difficult times right now. Ish-shefi misionit verifikues të Organizatës për Siguri e Bashkëpunimit në Evropë gjatë luftës në Kosovë, ambasadori William Walker, tha se 10 vjet më parë një takim i tillë ishte i pamundur, ndërsa vlerësoi se Kosovën e presin ditë më të mira. I think everyone in this room is dedicated to that very proposition. Mendoj se çdo njeri në këtë midis është i përkushtuar ndaj këtij qëllimi që Kosova ka një ardhmëri të ndritshme dhe të gjithë duhet punojnë për këtë synim, tha ambasadori Walker. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht në opozit ka drejtuar për 3 vjet me radhë qeverinë e vendit. Ditëve të fundit ajo ishte shumë kritike ndaj qeverisë aktuale për shkak të zhvillimeve rreth procesit të rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.